Sot të gjithë shqiptarët e lirë, të ndershëm dhe patriot, do të bashkohen në bulevardin para kryeministrisë, sepse durimi të tyre i ka ardhur fundi. 24 janari nuk është thjesht një datë në kalendar. Është një moment historik. Është pika e kthesës në përpjekjen e përbashkët popullore për të përmbysur organizatën kriminale që ka marrë peng shtetin, institucionet dhe të ardhmen e Shqipërisë. Sot, më shumë se kur, do të dëgjohet fort zëri i shqiptarëve të lodhur nga varfëria, të zemëruar nga hajdutëria skizofrenike, arroganca, mashtrimi dhe dhuna e pafre e një narkopushteti kriminal që nuk njeh as ligj dhe as kushtetut, por që drejton vendin vetëm me kode mafioze. Qytetarët e lirë të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë do të bashkohen sot në bulevardin para kryeministrisë për t'i treguar Edi Ramës se narko regjimi i tij është i mbaruar, se taksat e popullit më të varfër të Europës, me pagat dhe pensionet më mizerabël, nuk e meriton të jetë i marrë peng nga një krye bandit që i vjedh nga mëngjezi në darkë dhe që me drejtësinë e kapur i ka siguruar vetes pandëshkueshmëri dhe imunitet absolut. Sot është dita për t'i treguar këtij armiku të egër të lirive të shqiptarëve, të shtetit ligjor, të demokracisë dhe pluralizmit, që e shpopulloi Shqipërinë për ta zhvatur dhe e shndroi vendin në gulak me të burgosur politik, se nuk mund të qëndroj më as një minutë më shumë në pushtetin e siguruar nga zgjedhjet e vjedhura. Sot shqiptarët do të bashkohen në shesh, sepse nuk mund të dorojnë më që taksat dhe pronat e tyre të grabiten nga një qet kusarësh që i ka lënë pa bukë dhe pa ujë të pishëm, që i djeg në verë dhe i përmbyt në dimër, që ta pit e pronave, kadastrën, sigurinë kombëtare, policinë dhe çdo zyrë shteti ja ka dhënë në dorë mafjes dhe karteleve të drogës. Kjo band duhet shkërmoqur nën këmbët e sovranit. U bëjmë thirrje të gjithë të rinjve dhe çdo shqiptari të lirë, të ndershëm dhe patriot, t'i bashkohet sot uraganit të lirisë dhe dënimit shembullor që populli i ka rezervuar Edi Ramës. Sot, në ora 17:00, të gjithë në Tiranë, para kryeministrisë, në protestën kombëtare kundër grupit të strukturuar kriminal që ka marrë peng shtetin dhe të ardhmen e vendit. Faleminderit.